Gjykata e Lezhës vendosi burg pa afat për Klevis Ndrecën dhe Daniel Gjeloshin, autorët e përplasjes me armë në Laç, ku përpasoi një iri humbi jetën ndërsa 4 persona të tjerë mes të cilëve dhe një grua e pafajshme mbetën të plagosur. 28 vjeçari Klevis Ndreca u njoh me akuzat dhe masën e sigurisë në gjykat, ndërsa Daniel Gjeloshi e mësoi vendimin në spitalin e traumës, ku po trajtohet pas kishte mes të plagosurve. Në sallën e gjyqit 26 vjeçari u përfaqësua nga avokati mbrojtës. Gjyqtari e cilësoi të ligjshëm arrestimin e 2 të rinjve dhe vendosi mbajtjen e tyre nën masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të vrasjes dhe armbajtjes pa leje. Hetimet e policisë kanë treguar se konflikti mes 2 grupeve të rinjve nisi pas gërvishjes së pasqyrave të 2 mjeteve me të cilat udhëtonin. Klevis Ndreca ishte në makinë me Amaril Dondojn, ndërsa Daniel Gjeloshi udhëtonte me Liridon Ismailajn dhe Gerald Bitrin. Ata rënë dakord për një takim sqarues për sherrri për shkallëzoi në përplasje me armë dhe sende të forta. Sipas hetimit, Klevis Ndreca hapi zjarri i pari, duke plagosur 3 persona, përfshirë shokun e tij Amaril Dondoj dhe një shitëse ambulante që tentoi të shuajë konfliktin. Daniel Gjeloshi është kundërpërgjigjur me armë, por nuk qelloi askënd, sipas të dhënave në dosjen hetimore. Për shkak të plagëve të marra që mori Gerald Bitri, dëroi jetë në spital disa orë më vonë. Në dëshminë e parë në polici, Klevis Ndreca tha se e qelloi nga frika pasi pa se grupi tjetër kishte marrë armë me vete, në ato që duhet të ishte takim për të shuar sherrin që përshkallëzoi në tragjedi.